Në Lezhë u organizua këtë të shtunë panairi i gjelit të detit, i cili konsiderohet një mundësi e rëndësishme për promovimin e produkteve vendase dhe veçanërisht gjelit të detit, i cili prej dekadash është simbol i zonës. Mbashtruesit e gjelit të detit në zonën e Mabes treguan se rritja e këtij shpendi kërkon shumë kujdes dhe është një proces i lodhshëm. Për shumë prej tyre sfida më e madhe mbetet tregu, pasi produkti shitet kryesisht gjatë festave të fundvitit, periudhë në të cilën kërkesa rritet ndjeshëm. Kjo zonë ka traditë për gjelin e detit. Është një nga shpend më të mirë, më të shijshëm, rritet me bio, me ushqim bio dhe ka pas treg, ka pas shitjes, nga që është i rritur me mall të zonës bio. Sfida i ka vështirësitë e veta, por ja kemi dal, nga që tregu po shkon mirë boll, po shkon si treg dhe ja kemi dal. Gjeli i detit në vërtet është shumë i vështirë më rrit, pa shumë i bukur kur shitet. Po na shesim vetëm një herë në vit, ndërtar, për festat e fundvitit. Sigurt ishte më shit gjatë gjithë vitit, do ishte shumë më mirë, edhe për atë si e blejnë edhe për ne si i rrisim. Panairi u mbyll me ekspozimin e 10 gjelave të detit dhe produkteve të tjera tradicionale të Zadrimës, duke krijuar një atmosferë festive dhe duke i rikujtuar publikut rëndësinë e ruajtjes së traditave bujqësore.